Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e martë 25 nëntor 2025. Dashi. Sot ju jeni ndër të preferuarit për çështje praktike. Në punë hapen mundësi të mëdha. Vetëm në mëngjes vëreni një lodhje të fortë që duhet ta përballoni. Demi. Ditë provë edhe për ndjenjat, mos u dorëzo tek dëshira për të mbyllur veten. Dita e sotme kërkon kujdes, mund të vini në dyshim gjithçka pa ndonjë arsye të caktuar. Binjaket. Zgjedhje të mira që bëni në këtë ditë. Ditë krijuese për ata që mund dhe duan të kenë një fëmijë, për ata që duan ta rikthejnë punën e tyre në linjë. Gaforja. Sot një situatë e mirë në përgjithësi, keqardhje jeni pak nervoz dhe të shqetësuar, qetësohuni. Komunikimi juaj nuk është në gjendjen më të mirë, ndërsa tashmë nga kjo mbrëmje gjërat janë përsëri pozitive. Luani. Të jetosh një periudhë të vështirë nuk është treguese e një krize, por një zgjim të një situate që ekziston. Virgjeresha. Sa më shumë ftesa të pranoni, aq më mirë do të jenë, kështu që të paktën mund të takoni njerëz të rinj ose të shpërqendroheni pak. Nëse keni ndërmend të ndryshoni diçka në jetën tuaj, nëse keni ndërmend të realizoni projektin tuaj, do të shihni se gjithçka do të jetë e suksesshme. Peshorja. Ju keni vendosur që të realizoni një projekt shumë të kërkuar. Nëse keni fëmijë adoleshent, do të kërkoj gjithë ekuilibrin dhe aftësinë tuaj për t'i kuptuar ata. Akrepi. Zemra juaj është plot dashuri, por ndiheni sikur jeni hedhur mënjan. Në përgjithësi, ju jeni duke përjetuar një fazë të ndërtimit të shkëlqyeshëm, detyra të rëndësishme për ata që kanë qenë të zënë në të kaluarën. Shigjetari. Ju shikoni pak tension në shpirtin tuaj, në mënyrat tuaja, veçanërisht në dashuri. Kujdes për ata që kanë pasur dyshime. Britsjapi. Ndryshimet në mjedisin tuaj të punës janë të rëndësishme dhe diçka ka ndryshuar në jetën tuaj prej disa muajsh tani dhe ju keni kohë që mendoni për këtë. Ujori. Lëviz me kujdes, është një ditë në një mendje. Mbroni pronën dhe parat, është e vështirë për ju të lini mënjan parat, por është e nevojshme ta bëni këtë. Peshqit. Nuk është e lehtë të bësh gjithçka. Këshillohet që të kryeni situata pune edhe me kohë të pjesshme. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.